se ai i cili lexon surën Kahf ditën e Xuma apo natën e saj, ai do të ketë një dritë deri në Xuman tjetër. Prandaj le të mos e neglizhojmë këtë vepër madhore. Po ashtu transmetohet se prej suneteve të ditës së Xuma është të shpeshtosh salavatet mbi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, duke thënë Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Thotë i dërguari alaihi salatu wassalam, thotë dita më e vlefshme tek Allahu është dita e Xuma. Prandaj thotë shtoni salavatet mbi mua në këtë ditë. E transmeton Imam Ibn Majah. Po ashtu transmetohet nga i dërguari alaihi salatu wassalam se është një kohë e caktuar që ditën e Xuma lutjet në të nuk refuzohen. Prandaj duhet që t'i shtojmë ato e të shtojmë istikfarin dhe kërkim faljen tek Allahu subhanahu wa taala. Dietarët disa mendojnë se kjo kohë është pas namazit të iqindis apo më saktë në kohën e fundit deri para ardhjes së namazit të akşamit në ditën vijuese. Prandaj selefi gjithsesi të parët tan, ata pas namazit të iqindis deri namazin e akşamit ditën e Xuma kanë zënë një qoshe në xhami apo në shtëpi, edhe i kanë shpeshtuar lutjen dhe Allahut Gjelle Gjelalu. Po ashtu, ajo që transmetohet dhe që është obligative, është që ditën e Xuma të dëgjohet hutbeja, prej në momenti që imami jep në hutbe në mimber dhe mban hutben derisa ai të zbret prej mimberit e të përfundojë atë, nuk lejohet as edhe një fjalë vetme, përveç se nëse kërkohet të bësh një amin apo salavat edhe selam mbi të dërguarin sallallahu alaihi wasallam.